Parashikimi javor 8 deri në 14 qershor. Java kur universi shpërblen ata që nuk u dorëzuan. Ka javë që kalojnë dhe harohen. Dhe ka javë që lën gjurmë. Java nga 8 deri në 14 qershor duket se i përket kategorisë së dytë. Energjia e saj nuk lidhet me rastësitë, por me rezultatet. Shumë njerëz do të kuptojnë se përpjekjet e javëve të fundit nuk kanë qenë të kota. Disa do të shohin dyert që hapen. Disa do të marrin përgjigje që kanë pritur prej kohësh. Të tjerë do të kuptojnë se fundi i një periudhe të vështirë është më afër se sa mendonin. Kjo është një javë që shpërblen këmbënguljen, durimin dhe guximin për të vazhduar edhe kur gjërat nuk dukeshin në favorin tënd. Dhe për disa shenja, ajo që fillon këtë javë mund të ndikojë në pjesën tjetër të qershorit. Dashi. Për ty, kjo javë ka ritmin e një gare që po afrohet drejt finishit. Gjërat që kanë ecur ngadalë mund të fillojnë të marrin shpejtësi dhe kjo mund të japë ndjesinë se më në fund po sheh rezultate konkrete. Në punë mund të krijohet një mundësi që të lejon të tregosh vlerën tënde pa pasur nevojë të bindesh askënd. Në financa, një zhvillim i vogël mund të sjellë optimizëm për ditët që vijnë. Në marrëdhënie do të kuptosh më qartë kush po ecën pranë teje dhe kush jo. Mos e humb energjinë me betejë të panevojshme. Kjo javë kërkon fokus, jo shpërqendrim. Sa më shumë të përqendrohesh tek qëllimi yt kryesor, aq më shumë do të ndjesh se universi po të shtyn në drejtimin e duhur. Demi. Një ndjenjë stabiliteti mund të fillojë të rikthehet gradualisht dhe kjo është pikërisht ajo që të ka munguar kohët e fundit. Gjatë kësaj jave mund të kuptosh se disa shqetësime kanë qenë më të mëdha në mendjen tënde se sa në realitet. Në punë, një zhvillim mund të japë më shumë siguri për vazhdimin. Në financa, një ide ose një mundësi mund të fillojë të duket më premtuese. Në marrëdhënie, do të vlerësosh më shumë njerëzit që kanë qenë pranë teje në momentet më të vështira. Mos kërko përgjigje të menjëhershme për gjithçka. Kjo javë shpërblen ata që ndërtojnë me durim. Nëse arrin të ruash qetësinë dhe të mos dyshosh tek çdo hap, mund të përfitosh më shumë nga sa mendon. Binjakët. Java e ardhshme mund të sjellë lëvizje, komunikime dhe informacione që ndryshojnë mënyrën si e sheh një situatë të rëndësishme. Ka shumë gjasa që të ndihesh më aktiv dhe më i motivuar se zakonisht. Në punë, një bisedë ose një kontakt mund të hapë një derë interesante. Në financa, mund të kuptosh se një mundësi ka më shumë potencial se sa dukej në fillim. Në marrëdhënie, komunikimi do të jetë arma jote më e fortë. Mos mbaj brenda gjëra që duhen thënë. Kjo javë favorizon ata që dinë të lëvizin dhe të përshtaten me ritmin e ngjarjeve. Nëse arrin të fokusohesh tek prioritetet dhe të mos shpërndahesh në shumë drejtime, mund të fitosh avantazh të rëndësishëm. Gaforja. Për ty, kjo javë mund të ketë një ngarkesë më emocionale se zakonisht, por pikërisht aty mund të fshihet forca e saj. Disa situata që kanë mbetur pezull mund të fillojnë të qartësohen. Në punë, mund të kuptosh më mirë cilat zgjedhje të sjellin qetësi dhe cilat vetëm lodhje. Në financa, do të jetë e rëndësishme të mos veprosh me nxitim. Në marrëdhënie, një afrim ose një bisedë e sinqertë mund të sjellë më shumë siguri. Mos e nënvlerëso intuitën tënde. Kjo javë mund të tregojë se ndjenjat e tua kanë qenë më afër së vërtetës se sa e kishe imagjinuar. Nëse arrin të mos ikësh nga ajo që ndjen, mund të marrësh përgjigje që i ke kërkuar prej kohësh. Luani. Kur një skenë ndryshon, zakonisht janë ndër të parët që e vëren. Kjo javë mund të vendos pikërisht në një pozicion ku vëmendja, ndikimi dhe aftësia jote për të marrë drejtim bëhen faktor vendimtar. Dikush mund të kërkojë mendimin tënd ose të presë një lëvizje nga ana jote përpara se të veprojë. Në punë mund të shfaqet një mundësi për të treguar aftësi që nuk janë vlerësuar sa duhet deri tani. Në financa, një zgjedhje e zgjuar mund të japë rezultat më shpejt se sa pret. Në marrëdhënie, do të kuptosh se sinqeriteti ka më shumë forcë se sa krenaria. Mos humb kohë duke pritur momentin perfekt. Kjo javë favorizon ata që veprojnë kur shohin shansin.
Nëse arrin të besosh tek vetja pa e tepruar me kontrollin, mund të dalësh fitues. Virgjëresha. Jo çdo fitore bëhet me shurmë. Disa ndërtohen ngadalë në heshtje, derisa një ditë bëhen të dukshme për të gjithë. Pikërisht këtë energji mban java jote. Gjëra që të tjerët nuk i kanë vënë re mund të fillojnë të japin rezultat. Në punë, një përpjekje e vazhdueshme mund të marrë më në fund vlerësimin që meriton. Në financa, mund të kuptosh se një plan i menduar mirë po ecën më mirë nga sa kishe llogaritur. Në marrëdhënie, do të jetë e rëndësishme të mos kërkosh përsosmëri aty ku mjafton sinqeriteti. Mos u ndal tek gabimet e vogla. Kjo javë të kërkon të shohësh panoramën e madhe. Nëse arrin të mos e ngarkosh veten me detaje të panevojshme, mund të ndjesh një përparim të dukshëm. Peshorja. Ngjënia peshor nuk qëndron gjithmonë në ekuilibër vetvetiu. Ndonjëherë duhet vendosur se çfarë mbetet në njërin anë dhe çfarë largohet nga tjetra. Kjo javë mund të çojë pikërisht drejt atij momenti. Një zgjedhje që ke shtyrë prej kohësh mund të rikthehet përpara teje. Në punë, një mundësi mund të kërkojë më shumë vendosmëri se sa zakonisht. Në financa, një vendim i vogël mund të ketë ndikim afatgjatë. Në marrëdhënie, do të kuptosh më qartë kush sjell qetësi dhe kush sjell vetëm pasiguri. Mos kërko të kënaqësh të gjithë. Kjo javë shpërblen ata që janë të drejtë me veten. Nëse arrin të zgjedhësh pa frikë, mund të ndjesh një lehtësim që nuk e ke provuar prej kohësh. Akrepi. Ka gjëra që shumica nuk i shohin, por ti i ndjen përpara se të ndodhin. Gjatë kësaj jave, kjo aftësi mund të bëhet një nga avantazhet e tua më të mëdha. Një situatë që dukej e qetë mund të zbulojë më shumë se sa duket në sipërfaqe. Në punë, një informacion ose një zhvillim mund të japë mundësinë të veprosh përpara të tjerëve. Në financa, do të jetë e rëndësishme të mos nxitohesh nga emocionet. Në marrëdhënie, një e vërtet mund të dalë në dritë dhe të sjellë qartësi. Mos harxho energji duke kontrolluar atë që nuk mund të kontrollosh. Kjo javë favorizon ata që vëzhgojnë me kujdes dhe veprojnë në momentin e duhur. Nëse arrin të ruash qetësinë, mund të fitosh shumë më tepër se sa mendon. Shigjetari. Harta mund të tregojë shumë rrugë, por vetëm njëra të çon aty ku dëshiron të shkosh. Kjo javë mund të vendosë përballë një drejtimi të ri që kërkon guxim dhe vendosmëri. Një mundësi që dukej e largët mund të afrohet më shpejt nga sa prisje. Në punë, një zhvillim mund të japë ndjesinë se më në fund po hyn në territor të ri. Në financa, një ide ose një projekt mund të fillojë të tregojë potencial real. Në marrëdhënie, do të jetë e rëndësishme të thuash atë që mendon pa u fshehur pas humorit ose shmangjeve. Mos u trem nga rrugët që nuk i njeh ende. Kjo javë favorizon ata që guxojnë të dalin përtej asaj që është e zakonshme. Nëse arrin të veprosh me besim, mund të zbulosh mundësi që nuk i kishe imagjinuar. Britsjapi. Një ndërtesë e fortë nuk ngrihet brenda natës dhe ti e di këtë më mirë se kushdo. Kjo javë mund të tregojë se disa nga përpjekjet e tua po fillojnë më në fund të japin rezultat. Në punë, një zhvillim mund të konfirmojë se je në rrugën e duhur edhe nëse progresi nuk ka qenë gjithmonë i dukshëm. Në financa, një zgjedhje e mençure së kaluarës mund të fillojë të sjellë përfitime. Në marrëdhënie, do të kuptosh më qartë kush e vlerëson praninë dhe përkushtimin tënd. Mos e krahaso ritmin tënd me atë të tjerëve. Kjo javë shpërblen qëndrueshmërinë dhe jo nxitimin. Nëse arrin të vazhdosh pa u shpërqendruar nga shurmat përreth, mund të shohësh rezultate që të japin më shumë siguri për muajt në vazhdim. Ujori. Ndonjëherë një ide e vetme vlen më shumë se 10 plane të zakonshme. Kjo javë mund të sjellë pikërisht atë lloj shkëndije që ndryshon mënyrën si e sheh një situatë. Një mendim, një takim ose një rastësi mund të hapë një perspektivë krejt të re. Në punë, kreativiteti yt mund të japë avantazh aty ku të tjerët shohin vetëm pengesa. Në financa, një mundësi jo tradicionale mund të duket më interesante se sa mendon. Në marrëdhënie, dikush mund të surprizojë me sinqeritetin e tij.
Mos kërko të ndjekësh rrugën e shumicës vetëm sepse duket më e sigurt. Kjo javë favorizon origjinalitetin dhe guximin për të menduar ndryshe. Nëse arrin t'i besosh vizionit tënd, mund të zbulosh një drejtim që të sjellë shumë më larg. Peshqit. Ka momente kur zemra e kupton rrugën përpara se ta kuptojë mendja. Për ty, kjo javë mund të jetë pikërisht një nga ato periudha. Ndjenja, intuita dhe sinjalet e vogla do të kenë më shumë rëndësi se zakonisht. Në punë, një zhvillim mund të të ndihmojë të kuptosh se cili drejtim të jep jo vetëm fitim, por edhe qetësi. Në financa, do të jetë e rëndësishme të mos veprosh nga frika. Në marrëdhënie, një afrim ose një bisedë e sinqertë mund të sjellë një kthes pozitive. Mos e nënvlerëso atë që ndjen. Kjo javë mund të të tregojë se përgjigjet që kërkon nuk ndodhen larg, por brenda teje. Nëse arrin të dëgjosh intuitën pa dyshuar tek ajo, mund të përfundosh javën me më shumë qartësi dhe besim se sa e nise. Nëse kjo video të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj edhe një koment më poshtë dhe për këtë video shkruaj fjalën shpërblimi nëse mendon se kjo energji lidhet me ty. Nëse dëshiron të marrësh çdo ditë parashikime dhe mesazhe astrologjike, bëj edhe subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet. Gjithashtu, mund ta shpërndash këtë video me dikë që mund të ketë nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.